Qarku të Dibrës lidhur me votat preferenciale të koalicionit PD Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Ergjys Gjença e ka ndjekur procesin dhe na informon më shumë. Ergjys, përshëndetje. Ola, përshëndetje. Vijon procesi i rinumërimit të votave në listën preferenciale të kandidatëve të koalicionit Partia Demokratike Aleancë për Shqipërinë Madhështore. Është numërimi i cili po kryhet në 42 kuti votimi për 42 qendra votimit në qarkun Dibër. Kemi mbritur në këtë moment pra këtë rinumërim të votave preferenciale të qarkut Dibër, pas kërkesës kandidatit Partisë Demokratike Xhemal Gjungshi në listën e hapur të kësaj force politike në qarkun Dibër. Pas vërejtjeve të pamjeve filmike që ka kryer kandidati Xhemal Gjungshi, e ka depozituar pranë kas kërkesën për rinumërimin e këtyre kutive dhe është hera e parë në këtë proces ankimor për zgjedhjet e 11 majit që kas vendosi me vot absolute, pra me të 5 anëtarët e këtij organi të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për hapjen dhe rinumërimin e këtyre kutive të votimit. Zoti Gjungshi pretendon se ka vota të mjaftueshme për të kaluar një vend më sipër në listën e hapur të Partisë Demokratike, pavarësisht se Partia Demokratike në qarkun Dibër mori vetëm 2 mandate, pra vetëm listën e mbyllur. Gjithsesi, zoti Gjungshi pretendon që ka vota të mjaftueshme për të dalë në vend të tretë në zgjedhjet e kësaj liste, pra në zgjedhjet e 11 majit. Procesi i numërimit vijon Ola, duhet të presim disa orë pasi është një punë e cila kërkon kujdes nga numëruesit në çdo tavolinë të vendosur këtu në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, madje për fletë votimit të cilat ka dyshime përsa i përket vendosjes së shenjës plus apo X në fletën e votimit. Çdo fletë votimi kalon tek antarësia e kasit për të marrë një mendim dhe për të marrë një vendimarrje për fletën përkatëse, nëse është e vlefshme apo pa vlefshme, nëse është për një kandidat apo për një kandidat, nëse lexohet për kandidatin apo do të shkojë vetëm subjektit politik. Pra është një proces i cili do dojë disa orë ky proces rinumërimi. Gjithsesi duhet të presim momentin e fundit për sa i përket këtij procesi rinumërimit. Në momentin kur do të mbyllet dhe rinumërimi i këtyre 42 qendrave të votimit, atëherë kandidati i cili kërkoi këtë proces, pra zoti Gjungshi, do të drejtohet Komisionit të Ankimimeve dhe me sanksioneve. Nëse rezultatet do t'i përfshi, pra do të kemi një ritabulim të rezultatit të zgjedhjeve në votat preferenciale të 11 majit, apo jo. Gjithsesi mbetet për të parë i gjithë ky proces rinumërimi i cili ka nisur pak pas orës 9:30 të mëngjesit të sotëm. Ola. Qartë, faleminderit Ergjys. Faleminderit ju. Ndërkohë në një konferencë për shtyp me gazetarët